A e përdori PS pushtetin, infrastrukturën, administratën e qeverisë së saj për të bërë vota? Padyshim që po. A e ka ndikuar rezultatin e zgjedhjeve makineria e patronazhimit, me njerëz që të dinë edhe zorët e barkut, kush je me kë je, ku të punon gruaja, burri, fisi e farefisi, ku të pikon çatia e të tjerë? Padyshim që po. Opozita mund të rëndisë edhe një 20 arsye të tjera për humbjen e zgjedhjeve, por a e votuan PS-n ata fshatarët që kanë shkulur pemët apo braktisur fermat e tyre me mollë pjeshk, e shkojnë punojnë në fermat e grekëve, sepse këtu nuk kanë ku ta shesin prodhimin? A e votuan PS-n ata që derdhin qumshtin në rrugë, sepse tregun e ka pushtuar qumshti që vjen nga Serbia? A e votuan PS-n ata që protestojnë, duke hedhur domate e kastraveca nëpër rrugë, sepse prodhimet e tyre nuk shiten këtu? A e votuan PS-n ata pensionistët e gjorë, që për një shpërblim dergjen nëpër radhë të gjata e na bëjnë të mëshirojmë? A e votuan PS-n mira të moshuar që mezi presin paratë të fëmijëve nga jashtë për të bler ilaçet e për të paguar dritat? A e votuan PS-n qindra mira njerëz që çdo ditë i mbushin serbatorët e makinave me karburantin që kushton më shtrenjtse në Gjermani, Itali, Francë e të tjerë? A e votuan PS-n ata që enden dyerve të spitaleve pa ilaçe, e qajnë përpara kamerave se po vdesin, sepse nuk bëjnë dot as kimioterapin? A e votuan PS-n ata që revoltohen në rrjet, sa herë duhet të paguajnë tarif kur kalojnë edhe rrugët e ndërtuara nga taksat e tyre? A e votuan PS-n mira e mira të tjerë, që sa herë lexojnë e dëgjojnë lajme për aferat qindra milion euroshe të autostradave, koncesionet e rrugëve, tunelet, tecet lundruese, sterilizimet, incineratorët, investitorët strategjik, pra sa herë dëgjojnë nga këto, shajnë e mallkojnë, mos u ngopshi, mos u hëngshi? A e votuan ata që kur lexojnë lajmet me arrestimet e spakut për ministrat, deputetët, zyrtarë të tjerë thonë, inshallah këmbën zvarr, atje shkofshi të gjithë? E di që do të më thoni, po këtë votojmë, të rikthejmë sërish Berishën, e drejt, asun nuk mbështes rikthimin e Berishës, por shporta kishte më shumë se 2 produkte kësaj radhe. Të bësh palë me pushtetin është një gjë komode dhe fitimprurse në këtë vend. Unë kam zgjedhur të jem një zë kritik, pavarësisht kush ka qenë në pushtet, sepse mendoj se të jesh kritik i shërben më shumë vendit dhe shoqërisë. Por përse duhet që unë, apo disa të tjerë si puna ime, t'i kërkojmë llogari qeverisë për fermerët, për pensionistët, për mungesën e ilaçeve, për taksat e larta, për çmimin e karburantit, e për të tjera probleme që prekin njerëzit drejt për drejt, kur ata vetë nuk shqetësohen, madje duken edhe të lumtur, ndaj unë kam vendosur të respektoj vendimin e sovranit. Kjo është demokracia.